Po, në institucionet parashkollore në Qerdhe dhe Kopshte, ne kemi ende një pjesëmarrje relativisht të ulët të fëmijëve në raport me vendet tjera evropiane, është pjesëmarrja më e ulët që është në Evropë, por nga ana tjetër mund të them se viteve të fundit ka progres të konsiderueshëm, qoftë për shkak të ndërtimit të objekteve të reja, qoftë për shkak të ngritjes së vetdijes tek njerëzit të cilët tani kërkojnë që t'i dërgojnë fëmijët e tyre në institucione parashkollore. Vetëm do t'i kisha nda me ju do shifra, për shkak në vitin 2023-24 kanë qenë 62 institucione publike, si vjet janë 80. Do me thonë 18 qerdhe të reja janë ndërtu brenda kësaj periudhe 2 vjeçare, po flas për publike. Po ashtu, në këtë vit që e përmenda, 2023-24, kanë qenë diku 33.000 fëmijë në nivelin parashkollor, pra para se me shku në shkollën fillore, si vjet janë 36.000. Do me thonë, 3.000 më shumë. Përkundër zvoglimit të natalitetit në Kosovë, do me thonë të kurjes vazhdueshme demografike, në edukimin parashkollor ne kemi rritje të numrit fëmijëve. Dhe kjo është fal edhe sektorit publik, po edhe sektorit privat, i cili dikun merr pjesë me 1/3 e këtij numrit të cilin e përmenda. Pra dikun rreth 11.500 fëmijë vinë nga kopshtet dhe institucionet parashkollore të sektorit privat. Dhe kjo faktikisht është premtuese sepse e sheh që vetdia e njerëzit po rritet, edukimi parafillor është bërë i obligueshëm tash me ligj, edhe krejt kjo çon ka ajo që të kemi një numër më të madh fëmijëve, e kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin kognitiv të tyre, për fillimin e mbar të shkollimit fillor e kështu me radhë.